e dëgjuat prokurorin e përgjithshëm me që kemi dhe ministren e brendshme këtu, e dëgjuat që tha qyteti me kriminalitetin më të lartë është Saranda. Është qyteti që unë përfaqësoj dhe kam bërë dhe 10 deklarata atje. Policia e shtetit, zonja ministre, ka dështuar. Policia e shtetit në Sarandë nuk funksionon për të zbuluar kriminalitetin, po është bërë pjesë e bandave rivale. Policia e shtetit atje ka quar në larje hesapesh nëpërmjet bandave me njëri tjetrin sepse s'ka shtet. Policia e shtetit atje di shumë mirë se kush vë tritol dhe nuk shkon që ta kapi. Policia e shtetit atje më shumë bëhet garante e njërit kundrejt tjetrit se sa lufton krimin. Si ministre, shkoni e bëni një vizit në Sarandë, me që dhe drejtorin e keni me origjinë nga Saranda, dhe të kuptoni që Saranda është kthyer si Palermo e viteve 80. Shteti ka rënë, ja u tha vetë prokurori përgjithshëm. Shumë faleminderit.